Rreth 30 civil të vrarë e të zhdukur në Gjakov nga forcat paramilitare serbe të datës 1 prill të vitit 1999 u përkujtuan sot nga përfaqësuesi televizjes vetëvendosje në Gjakov. Në 26 vjetorin e njërës prej ngjarjeve më të rënditse të qytetit ton, në kompleksin memorial në Kodrën e Qabratit, kryetari i qendrës së lëvizjes vetëvendosje në Gjakov, Agon Batusha, bashkë me anëtarët e kryesisë, asamblejës të aktivist, bën homazhe dhe vendosën kurora me lule. Në fjalën e tij gjatë homazheve, Agon Batusha tha se martirët dhe dëshmorët e kombit do t'i nderojmë gjithmonë, sepse janë udhërrëfyesit për rrugën tonë politike. Sot me 1 prill kujtojmë 30 martirët të cilët u vranë, u masakruan dhe pastaj trupat e tyre nuk u gjetën për një kohë të gjatë dhe sot shtrihen këtu në Kodrën e Qabratit dhe ne i nderuam, i kujtuam sepse çdo veprim që ne bëjmë çdo ditë, qoftë në jetën e përditshme apo si politikan, e kemi fal dëshmorëve e martirëve dhe gjaku i tyre është edhe udhërrëfyesi jonë i jetës përditshme, por edhe veprimtarisë tonë politike. Flllanza Veseli, gruaja e njërit prej viktimave të kësaj date, Nimet Veselit, nderoi me homazhe jetën e humbur të tij. Kurrin e kanë marrë domethënë me 1 prill, e kanë zënë forcat serbe dhe edhe na jemi konë piskot, po unë masi që jem kthy pi luftës, domethënë e kum kuptu se nuk është më. Masi jem kthy pi Shqipënisë, e kemi kuptu që nuk është. Që keni kuptu atë? Se unë kur jam kthy pi Shqipënisë e marrë, janë konë vlla jem në borë kojshite, ata nuk më ishim me më tregu pa jo u ditë më. Na ma ishim i se është i zhdukur, mos po del sa gjatë, po pas 7 vjetë na i prun e ishnat. Më 1 prill të 99-ës, rreth orës 10 në afërsitë të fabrikës së tjegullave, paramilitarët serb morën rreth 27 djemë të rinj, të cilët nuk dihet se ku dhe kur janë vrarë.